Në tetor të vitit 2001, pas një sëmundje të rëndë dhe të pashërueshme, vdiq në moshë të parakohshme profesor Lek Gjiknuri, shkencëtar i formuar, pedagog i talentuar dhe qytetar aktiv në mbrojtjen e mjedisit. Profesor Leka ushtroi shumë përgjegjësi gjatë jetës së tij, dhe të gjitha i ndoqi me përkushtim, dëshmëri dhe me arritje të shënuara për kohën e vet. Puna e tij në shkencë dhe në mbrojtjen e mjedisit i ka shërbyer dhe të ardhmes, ndaj vlen që veprimtaria e tij të dokumentohet dhe të kujtohet përgjithmonë. Bashkëudhëtarja e familjes Gjiknuri, Liria, e kujton atë si një bashkëshort shëmbullor. Ajo krahas familjes e ka mbështetur vazhdimisht Lekën në punën e tij të gjatë shkencore dhe shoqërore. Po, punonte, shkruante, hapte libra, studionte, dhe në shtëpi punonte. Sa dhe i ati i fliste, si shumë u lodhe Lekë, mos puno kaq shumë. Dhe Leka ka punuar, i thonë, që nga viti 1961, që ka filluar punën, që ku mbaroi mori diplomën, e deri në vitin 94, kur ai ka marrë titullin profesor. Më thonë, i thonë, bas kaq vite pune, i thonë 35 vite pune, që të marrësh një titull. Por tani e marrin për 4-5 vjet titullin profesor. Një jone e parë me të ka qenë ajo e studenti me pedagogu, i cili na inkurajonte, jo vetëm për të qenë pedagog të mirë, por mbi gjitha për të patur mundësi për të ecur në shkencë. Të paktën me studiuesit e ri ai ka qenë jashtëzakonisht i vëmendshëm dhe shumë inkurajues. Ai gëzonte si fëmijë nga sukseset tona. Mbaj mend që ato vite unë sapo kisha filluar kur profesori më nxiti drejt gjuhës angleze. Unë ato vite do të shtripja edhe provimin e rusishës, tani më tha nesër ti do të fillosh anglisht. Sepse anglishtja është gjuha e gjuhëve në shkencë. Pra ju tha, do keni shanse më të mëdha se ne në jetë për të ballafaqur me kolegët tuaj në simpoziume, në konferenca, kongrese shkencore, dhe ju duhet jeni më të zotë se ne. Akademiku Dimitër Haxhi Mihali ka qenë një bashkëudhëtar me Lek Gjiknurin në fushën e edukimit dhe shkencës. Ishte njëri që kishte etje për dijen, do të mësonte shumë, e donte natyrën, e njihte natyrën që nga origjina e tij ishte rritur në natyrë të lirë. Dhe pastaj kreu studimet jashtë shtetit, u emërua asistent pedagog në katedrën e zoologjisë. Njëri që kujdesej për kërkuesit e rinj. Për mua kjo është një dimension shumë i madh njerëzor, i virtyti njerëzve të shkencës, që një profesor i madh matet me atë që lë mbrapa. Ai arriti të bëhet profesor, përgjegjës katedra në disa vite rresht, autor i disa librave, mësimor, fushën e zoologjisë, të biologjisë së përgjithshme, praktikume. Në atë kohë gjitha këto kishin një vlerë, sepse studentët përpara hartimit të teksteve mësonin me shënime. Profesori diktonte leksionin, studenti mbante shënim. Mirë po, kjo e kufizonte shumë komunikimin e dijeve, edhe horizontin e njohurive të studentëve, sepse në tekste mund të jepen dhe pjesë plotësuese. Prandaj ishte një gjë e vlefshme në atë kohë. Vetë zoologjia, vetë puna jonë është e lidhur me terrenin dhe profesori ishte goxha njohës i terrenit. Goxha ishte shtitur në ekspedita të ndryshme, sidomos njohës i mirë i thuajse gjithë bregdetit shqiptar. Dhe njëkohësisht jo njohës kështu vizitor si që shkojmë ne në për hotele, por ishte një zhytës i mirë dhe e njihte bregdetin jo vetëm nga ana e jashtme e distancës, por edhe se që ai përmbante brenda. Profesor Lek Gjiknuri ishte i pari që realizoi ekspedita studimore për botën nënujore të bregdetit tonë. Në këto ekspedita, ai përfshinte edhe shumë profesorë të shkencave të tjera të përafërta me biologjinë.
Një rëndësi të veçantë i kushtonte dokumentimit me film dhe foto të eksplorimit në New York. Dhe për herë të parë në Shqipëri u realizua një film dokumentar me ngjyra për botën nënujore të Shqipërisë. Po, në jetën e tij kërkimore ka qenë të jetë i fokusuar kryesisht me pjesën e detit, kryesisht me lëkurë-gjëmborët, por jo vetëm me këtë grup, por dhe me grupe të tjera të molusqeve detar. Dhe gjithmonë ka qenë jashtëzakonisht sistematik dhe përpiqeshej që gjërat i bënte në mënyrë të organizuar, duke u kujdesur shumë edhe për statusin e specieve të veçanta. Mendoni që është zhytur thuajse në të gjithë bregdetin shqiptar për të mbledh të dhëna për ekinodermatët. Doktorata e tij jep të dhëna mbi përhapjen e llojeve. Ç'dim ne për këtë grup të rëndësishëm të zoologjisë invertebrore është produkt i profesor Lekës, si punës së tij, qoftë për doktoratën, por dhe më pas. Ka kontribut edhe në grumbullimin e materialit të tyre që një pjesë janë depozituar në Muzeun e Shkencave të Natyrës, duke filluar nga skeleti i balenës, për shembull, kontribut i profesorit që ajo u zgjoth, u gropos, u mloth, pastaj u qep skeleti i saj në atë skelet që ne kemi sot dhe që muzeu mburret me të. Ai pati mundësi që këto rezultate t'i bënte publike në mjaft konferenca ndërkombëtare që zhvilloheshin ato vite në vende të ndryshme si Francë, Itali, Egjepi. Në 92 ishte ftuar Leka në Kongresin e Adriatikut, organizoheshe në Itali në Trieste. Edhe më mori dhe mua me vete, kuptohet që kisha drejt të dilja dhe ose përpara s'dilje dot. Edhe e kam ndihmuar në fotoprojektimin e atyre gjithë punimeve që kishte zbuluar Leka nga ekspeditat që ka bërë të gjitha. Pra që një punim i suksesshëm, bile se ftoi dhe universiteti në Pavia. E pëlqyen të gjithë. Çdo lloj që në natyrë luan një rol të saktuar. Si ekuilibri është vendosur për një kohë shumë të gjatë dhe prishja e këtij ekuilibri mund të jetë me pasoja për vetë jetën në natyrë. Prandaj studimet biologjike do të ndihmojnë për të gjetur rrugët më racionale të shfrytëzimit qoftë pasurisë bimore apo shtazore të vendit tonë. Ishte shumë i ndjeshëm nga ndikimi negativ i njeriu, ndotja, ndërhyrjet që bënin qoftë në peshkim, qoftë në shkarkimet në ujëra, vazhdimisht ai këmbgulte, përpiqej, denonconte në këtë gjë. Flasim përpara viteve 90 dhe profesori e shprehte sepse kishte edhe një status më i moshuar nga ne, më me përvojë dhe ishte më kurajoz, duhet të thënë. Në pyjet e Lurës, prej miliona vjetësh, është krijuar një simbioz tjetër interesante, bashkëtesa e liqenjve me pyllin. Ata ushqejnë dhe zbukurojnë njëri tjetrin. Një rrezik i tillë ndodhi në vitin 1988. Qeveria atëhershme, me gjithë reagimin e shumtë të biologëve dhe ekologëve, sepse parku i Lurës mbrohej me ligj, mori vendimin për çarjen e 2 liqeneve dhe shfrytëzimin e ujit të tyre për vaditjen e tokave bujqësore. Në nënmaninë e sigurimit të bukës në vend, filloi një gabim i madh ekologjik. U hapën kanalet, u ndërtua vepra e marrjes së ujit dhe filloi ulja e nivelit të liqeneve, duke dëshmuar për një ndërhyrje shumë të gabuar në ekosistemin e kësaj zone. Mbaj mend që ne e kundërshtuam, po profesori vajti deri tek Adil Sharshani, duke i thënë që kjo nuk shkon, që ujrat e një liqeni që natyror në një park kombëtar ti kthesh tani ti marrësh për vaditje, ta kthesh në një baltovin. Dhe me të drejtë në atë kohë u dëgjua. Domethënë ndërpre. Ndërkohë që për fat keq sot, po në atë kanal të shëmtuar të asaj kohe që mbeti ashtu i papërdorur, u ndërtuan 2 hece aty më poshtë. Ta marrë si shembull që në atë kohë
edhe pse sistemi nuk lejonte shumë që ta kundërshtoje, ishte më i rrept në këtë gjë, profesori gjente mënyrën e kurajon për të kundërshtuar ato që nuk shkonin lidhur me ndotje. Pas viteve 90, lëvizja demografike dhe urbanizimi i shpejt i qyteteve kryesore, pa planifikim urban, krijoi probleme të mëdha mjedisore në zhdukjen e hapësirave të gjelbra, në ndotjen e ajrit, transportin dhe ndotjen e ujit të pishëm. Pyet ran viktime e prerjeve të paligjshme dhe e zjarreve që u shoqërua me humbjen e habitateve për shumë specie të faunës dhe florës së egër, duke paksuar ndjeshëm llojet dhe numrin e tyre. Pas 90-s, ndërhyrjet tona qenë të mëdhaja në zonën bregdetare, ju e dini, në Kune, ajo koloni e bukur që ju i keni në fotot bashkë me profesorin, në Kune e shpendve ujor, ka qenë ndoshta më madhja në Ballkan, 2500 qiftej. Si tregojnë filmat, kapeshin me dorë po të vejën atë. Zona ishte rreptësisht e mbrojtur. Pas viteve 90, vajtë ndërtimet nga Shëngjini kanë vajtë tani deri në rrës të Kunes. Dhe me ndërtimet të tilla dhe kolonia e gjithë iku. Shumë nga këto janë denoncuar nga profesori në atë kohë, këto lloj ndërhyrjesh të pakujdesshme. Kjo që arsyeja që profesori u bë nismëtar, ne të tjerët pas tij formuam shoqatën e parë mjedisore që të kundërshtonte, të bënte oponencë ndaj ndërhyrjeve të rrepta të njerëzit për mbrojtjen e natyrës. Me fillimin e ndryshimeve demokratike në vend, filluan për herë të parë dhe leka që nga nismëtarët të krijohen shoqata për mbrojtjen e mjedisit. Këtu leka spikati si një nismëtar i pasionuar dhe serioz. Dhe ai arrinte të angjallte edhe të tjerëve këtë të shpirt dashamirës ndaj natyrës. Edhe kështu mund të them ka ndodhur dhe me mua. Leka më ka tërhequr dhe unë kam ndjekur me zel dhe me ëndje në të gjitha aktivitetet mjedisore. Në 91-shin u krijua shoqata e parë mjedisore, shoqata për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit natyror. Tu ishte një shoqatë që e krijoi Lek Gjitnuri, por mori me vete një plejad intelektuale shkollës, pedagog në goxha emër, nga disa fakultetet dhe qendra kërkikmore shkencore të Shqipërisë. Dhe profesori ka qenë nga të parët njerëz që treguan ndjeshmërinë dhe punuan së bashku me kolegët e tyre dhe ne të rinjtë të asaj kohe për të qenë një lëvizje mjedisore, civile, e motivuar për të sjellë mesazhe të reja në një shoqëri e etur për zhvillim, por me pak vëmendje për mjedisin. Ai është krijuesi i parë i shoqatës, si dhe i revistës së saj, Mjedisi Sot, gjithashtu edhe i degës rinore të kësaj shoqate, Perla. Ky grup i vogël studentësh mbi biçikleta përfaqëson ata pak njerëz të vetëdijshëm për pasojat e dëmtimeve ekologjike në Shqipëri. Gjiroja e tyre në shëtitoren dëshmorët e kombit kishte për qëllim të tërhiqte vëmendjen e qytetarëve të Tiranës ndaj dëmtimeve të parkut të madh dhe kopshtit botanik, si dhe ndotjes së mjedisit në përgjithësi. Ne bënim aktivitete të natyrës praktike, aktive në terren, ndërkohë që këto ishin intelektuale, por padyshim kur bënim mbledhjet të shoqatës, ishte një mundësi shumë e mirë të shikoje, domethënë këndvështrime të shumë intelektualëve për mbrojtjen e mjedisit. Edhe qendrës. Aq më tepër aktivitet do të ketë. Mbaj mend disa aktivitete të rëndësishme për mendimin tim që i udhëhoqi dhe i drejtoi Leka, ku edhe unë kam marrë pjesë bashkë me te. Për shembull, dolëm në mbrojtje të prishjes të kopshtit botanik. Kjo tokë e zhveshur është një pjesë e kopshtit botanik të vendit tonë.
Dikur ajo ka qenë e lullzuar me mbi 1300 lloje bimësh, të cilat shkëmbeheshin nga punonjësit tanë shkencor me mbi 150 kopshe botanik të botës. Të gjitha bimët e rralla janë ngrënë apo shtypur nga kafshët e banorëve përreth kopshit, të cilët prej një viti po synojnë ta shkatrojnë kopshin botanik dal nga dal dhe pasaj të marrin tokat e tij. Gjatë këtij viti, ata kanë prerë mbi 400 rrënjë drur 25 vjeçar. U doq shtëpia e kopshit, ku mbahet tërë inventari me një vlerë 150.000 lekësh të reja. Brenda territorit të saj, në mënyrë të paligjshme, është ngritur një vilë nga një banor afër kopshit dhe ka filluar të ndërtohet edhe një e dytë. Duke u nisur nga ky shkatrim gradual i kësaj pasurie kombëtare, e vetmi e këtij lloji në vendin tonë, sot shoqata e ruajtjes dhe e mbrojtjes mjedisit organizoi në kopshin botanik një protestë drejtuar si shkaktarëve direkt të këtyre shkatrimeve, ashtu edhe organeve përgjegjëse për të, në mënyrë që t'i thonë ndalë shkatrimit të kopshtit. Gjithë pjesëmarrësit i drejtuan një thirrje qeverisë dhe organeve përkatëse që të ndërhyjnë sa më shpejt me ligj për mbrojtjen e kopshtit botanik. Ato vite njerëzit donin të zatonin gjithçka, zhvillimi pombyste, ndërtuesit e tjerë. Gjatë protestës son mbaj mend edhe kishte edhe ndonjë provokim, ndonjë djegje të tjera. Ish përgjegjësia e kohës ju doj shtëpia. Ju doj apartamentin në kërcënime të jashtëzakonshme. Por ne qëndruam. Fakulteti i Shkencave pronë e cilëve është kopshti botanik, dhe që e ndërtoi vetë Fakulteti i Shkencave me punë vullnetare dhe Leka ka qenë vullnetar në ndërtim edhe unë. Dhe ishte kurajo e profesorëve të nderuar, profesor Leka po dhe shumë të tjerë të asaj kohe, që demonstruan fuqishëm dhe bën që kopshti për shkak të kësaj lëvizje të fitoj statusin e institucionit të rëndësisë veçantë. Pas vitit 1991, në periudhën e tranzicionit, problemi i ruajtjes mjediseve kaloi realisht si problemi dorës së dytë. Ishte kjo firma Karafi që do ndërtonte hotelin në brendësi të parkut të liqenit artificial të Tiranës. Ne ndërhyem, bëm protesta. Kjo zonë e parkut prej 2 hektarësh ishte dhënë firmës kuvajtiane Al Karafi për një hotel Sheraton. Shoqata e mbrojtjes mjedisit arsyetojnë se ky investim mund të realizojë edhe në një shesh tjetër të Tiranës. Ndërkohë, zyra urbanistike ka aprovuar dhe 2 sheshe ndërtimi të ngjashme, për firmën kanadeze Globex dhe firmën zviceriane Interbau. Shkas mitingu paqësor i zhvilluar sot në orën 11 para stadiumit Qemal Stafa. Nismëtare është shoqata e ruajtjes dhe mbrojtjes së mjedisit natyror shqiptar, e përkrahur nga të gjitha shoqatat dhe organizatat mjedisore shqiptare. Ndal shkatërrimi të mëtejshëm të parkut kombëtar të Tiranës dhe sipërfaqeve të tjera të gjelbërta është mesazhi i këtij manifestimi. Kryetari i shoqatës për mbrojtjen e mjedisit natyror shqiptar, zoti Lek Gjiknuri, thot për televizionin shqiptar. Sipërfaqja e gjelbërt e Tiranës është zvogëluar në mënyrë të ndjeshme. Në vitin 1990 ka qenë 12.2 metra katror për banor, kurse sot ka zbritur në 5 metra katror. Ai integroi, si thuaç, jo vetëm dimensionin e ndërgjegjësimit të një shoqate, se shumica e shoqatave merren me ndërgjegjësim, me punë me komunitete, dhe duke qenë se pati dimensionin tjetër edhe të kërkimit shkencor, shoqata ka pas një raport të tillë gjithmonë 50% kërkim shkencor, 50% ka qenë organizuar në ndërgjegjësim, dhe kjo fakti i dha një mundësi shoqatës që të mbijetonte. Është merite këtyre dy kolegëve që janë nga themeluesit.
Shumë e rëndësishme ka qenë lëvizja për mbrojtjen e parkut kombëtar të Divja Karavastas. Në atë kohë ishte zonë e pambrojtur dhe përsëri zhvillimi, njerëzit donin të bënin çfarë të donin në atë park. Gjatë xhirimit të këtij filmi ne u bëm dëshmitar të një fatkeqësie të madhe për këtë shpend. Me 10 rasosh të posaçelur u gjetën të ngordhur. Dokumentimi i këtij fakti dhe gjetja e shkaqeve ishte një nga preokupacionet e zoologëve. Dhe ishte përsëri lëvizje fuqishme e shoqatës së PPN-s në drejtimin e profesor Lek Gjiknurit, të cilët bën të mundur, bën presionin e duhur të pranë qeverisë me argumentim shkencor për ta shpallur atë zonë, jo vetëm parkun e vogël Pylli i Divjakës që ishte në atë kohë, por gjithë zonën e Karavastas, Divjak Karavastas, që përbën një kompleks jashtëzakonisht të rëndësishëm në vendin tonë, nga më të rëndësishmet në MSD, dhe falë kësaj ndërhyrje, ajo zonë u shpall edhe e para zonë Ramsar. Për arritjen e synimeve për atë ruajtjes ekosistemeve ndërkufitare, padyshim që ka pas nevojë edhe për një angazhim të qarqeve shkencore. Dhe profesor Leka ka meritën e tij për arsye sepse nxiti në vitin 97-98 një simpozium ndërkombëtar që u organizua në Korçë, ku morën pjesë rreth 150 veta nga Greqia, Shqipëria, Maqedonia, nga Gjermania, ku edhe për te mungesës së eksperiencës në organizimin e eventeve të tilla shkencore, profesor Leka diti ta menaxhoi. Bëhet fjalë për një periudhë shumë të vështirë, ku vendi ynë vinte pas trazirave të vitit 97, ku nuk ishte mundësi për organizim, për përkthime, për akomodim. Megjithatë, me aftësitë e tij arriti ta menaxhoi fare mirë dhe ky shërbeu si një nxitje për një bashkëpunim të mëtejshëm. Kam qenë unë profesori Nasit Meçe, Arqile Borgjoli, që mlodhëm të dhëna e nevojshme dhe bëm lobimin e duhur në qeveri që ai të shpallesh park kombëtar dhe pjesa tjetër peizazhi mbrojtur. Sot janë shpallur dhe të tjerë, por ky ishte rasti i parë ku shoqata dha një kontribut të mirëfillt dhe profesionale, sepse grupi përbëhesh nga persona të cilët ishin specialistë të mirëfillt, mundi të gjej fijet e duhura për të bashkëpunuar me Greqinë, me Maqedoninë e Veriut, nuk ishte fort e lehtë në atë periudhë. Ekosistemi kësaj treve është vlerësuar edhe nga presidenti i Republikës Recep Medani, i cili ka prerë dje së bashku me ambasadorin gjerman Kivit shiritin e përurimit të pikës së kontrollit në hyrje të parkut në qafën e Zvezdës, si dhe të inaugurimit të qendrës së informacionit, edukimit mjedisor dhe administrimit të këtij parku kombëtar në Goricën e Vogël. Në vendin tonë atë kohë zonat e mbrojtura kanë qenë me një koncept komplet tjetër, ka qenë zona pyore, nuk kanë qenë zona që kishin në vetvete dhe ekosisteme ujore ose ekosisteme të kullatave alpine. Kështu profesor Leka për herë të parë në atë kohë mbajmën diskutime të ndryshme që shtroheshin, kishim dhe njerëz në pyet dhe njerëzit e pyetve mbështesnin faktin e parqeve pyjore. Dhe u ka përzyë kjo barierë, natyrisht që në mbrojtje të idesë kanë qenë dhe kolegët gjerman, dhe për herë të parë në fakt në vitet 2000 janë shpallur këto dy zona, pra shpallur parku kombëtar i Prespës dhe zona e peizazheve të mbrojtura në Pogradec, të dyja janë ekosisteme komplekse. Mund të them që për atë periudhë ka qenë një ide pioniere, për arsye sepse sot flasim gjërësisht ne për qasje të integruara, por bëhet fjalë për 20 vite përpara, 20 e ca vite përpara, kur në atë kohë pothuajse edhe në literaturën shkencore kjo qasje sapo kishte filluar të dilte në parë. Fal këtij kontributi, banorët e Prespës nuk kanë harruar profesorin e nderuar dhe e kanë përjetësuar emrin e tij, e vënë edhe emër një zone të rëndësishme në zonën e Goricës, dhe ku profesori është ende aty.
Studimet në vendin tonë, jo vetëm atëre, po akoma edhe sot e kësaj dite janë të shpërndara, mungojnë seritë e gjata të kërkimeve shkencore. Dhe u ngrit ky shqetësim nga profesor Leka, në mbaj mend në shoqatën e ruajtjes të mbrojtjes mjedisit natyror në Shqipëri. Dhe në atë kohë u mendua praktikisht për prodhimin e një libri të kuq. Prodhimi i një libri të kuq është një iniciativë shumë e madhe, edhe për tej mungesës së të dhënave për speciet, jo vetëm detare, dhe speciet toksore, jo vetëm organizma shtazor, por edhe organizmat bimor, u organizuan në formën e skedave të ndryshme dhe të hartave të përhapjes, dhe tek shoqata në atë kohë prodhua ky dokument, si një dokument të rëndësishëm politik, mund të them, për arsye sepse mbi këtë bazë përcaktohen dhe politikat për ruajtjen e habitateve, specieve, masat që duhen marrë në zona specifike e kështu me radhë. Sot, shoqata e ruajtjes dhe mbrojtjes mjedisit natyror, shoqata e parë mjedisore në Shqipëri, është gjithashtu shoqata profesionale më e vjetër në vend, rreth 30 vjeçare, që vepron në gjithë territorin e Shqipërisë. Që ta nisim këtë materiale, ka ndonjë fakt? Organizata sot vazhdon të jetë lider në fushën e shoqërisë civile mjedisore dhe kjo sigurisht fal edhe themeleve të shëndosha që u zhvilluan dhe u garantuan nga brezat e mëparshëm, pra flasim për periudhën e profesor Lekës, që ishte themeluesi, por dhe kolegët të tjerë, cilët kanë kontribuar në vazhdimsi në zhvillimin e organizatës dhe sot fryma e tyre mbetet gjallë në gjithë punët që organizata sot vazhdon. Në nenin 56, në vitin 1997, Lek Gjiknuri u zgjodh deputet në kuvend dhe nënkryetari i Komisionit Parlamentar për Shëndetin dhe Mjedisin. Cili do ka të drejtë të jetojë në një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm, ashtu siç ka dhe detyrën për ta mbrojtur atë. Profesori hyri në politik pikërisht me idealin që do të bënte dhe të jepte një kontribut të rëndësishëm në politikbërje dhe vendimarrje në ato vite, ku mjedisi kishte nevojë. Në ato kohë ishte një frym ndryshe, me thënë drejtën, dhe në politik, ku ju jepesh mundësia personave akademik që të zgjidheshin si deputet, gjë që nuk e shohim tani, për fat keq, sepse kjo reflektohet edhe në këtë lloj qeverisje që ne shohim. Fal këmbguljes së tij dhe të personave të tjerë që tregonin ndjeshmëri për mjedisin, parlamenti i atyre viteve kishte progres jo të pakët, sepse në ato vite mbaj mend me këmbguljen e profesorit të tjerëve si ai, vendi jonë u bë parë në disa konventa ndërkombëtare për mjedisin. Them që siç ishte serioz, të jetë serioz në punën e tij akademike, në punën e shoqërisë civile, veçanërisht me organizatën, ka qenë dhe të jetë pasionant dhe të jetë serioz edhe në angazhimin e tij politik, edhe pse të shkurtër, dhe ka pas në fakt disa synime. Mbaj mend kur pinim kafe, thoshte gjithmonë që kam një objektiv kryesor për formimin e Ministrisë së Mjedisit. Dhe në fakt këtë objektiv e arriti, edhe pse në një kohë shumë të shkurtër. Fal këtyre njerëzve, në figurave, mjedisi, edhe pse ishte një zë jo aq i fuqishëm sa lobet e tjera brenda parlamentit apo qeveri, arriti të ishte pjesë e vendimarrjeve të rëndësishme dhe ligjeve të rëndësishme që nisin pikërisht në ato vite. Ligji për mbrojtjen e mjedisit, ligji për mbrojtjen e pyjeve, ligji për faunën dhe qytetin, ligji për ndotjen, për bashkërendimin e vendeve ndërkombëtare për ruajtjen e pasurive ujore e tjerë, e mjaft komenta që u ratifikuan në ato vite, dhe s'ka dyshim që profesori ishte, do thosha, violinë e parë për gjitha çështjet që lidhen me mjedisit brenda parlamentit shqiptar. Kam sugjerime edhe për medjen, si e mendoj këtë. Në Komisionin Parlamentar të Shëndetit dhe Mjedisit, Leka ishte më aktiv për përmirësimin dhe zbatimin e politikave mjedisore në zhvillimin e vendit. Dhe jo rrallë, ai ftonte në komision shoqatat mjedisore për të diskutuar mbi problemet aktuale mjedisore. E thoshte fjalën pa dorashka, ndryshe nga shumë të tjerë që mundohen dhe nuk i kupton dot se ku duan të dalin. Luftonte fort për mendimet e tij. Mbrojtja e natyrës është bërë me konsekuencë dhe me pa parë dallime partijake.
Do të thënë, kjo duhet mbrojtur, a ta mbroj kushtoj që të ketë mundësi, përpiqemi ta mbrojmë. Profesori ta thoshte, cop, nëse shkon ose nuk shkon. Dhe këtë gjë e bëri deri në fund të jetës, deri sa ishte edhe atje kur ishte deputet. Edhe kur ishte sëmur, ma di. Deri tani kemi prodhuar vetëm broshura dhe libra. Jetisi është keqëskuar. Ndhyrjet për përmirësim kanë qenë minimale. Për këto 5 vjetë që kanë kaluar, për Divjakën minimumi janë arzhuar $1.200.000 ose $300.000. Gjendja e Divjak Karavastas është më keq se ka qenë më përpara. Ne po arzhojmë shumë para e konsulta, shërbime, që specialistët tonë tash mendin shumë mirë dhe s'ka nevojë të tutelizohemi në këtë mënyrë si që jemi tutelizuar deri tani. Para 2 vjetësh, një vit e sa, ishte një projekt mos gabore $200.000 për kunë e vajimit. Asgjë s'u bë. U bë një konferencë dhe një libër që ekziston. $200.000. Për Divjak Karavastan është botuar një broshurë shumë e vogël, $20.000 ka bërë. Të kalojnë në projekte aplikative. E dyta, parat duhet shkojnë atje ku duhet.